Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, të bëjmë një pyetje. Jeni në një lidhje të komplikuar. Jeni larg. Të bëjmë këtë pyetje. Si është në këtë moment që ne po shikojmë këtë energji të tarotëve, personi juaj i zemrës. Pra, si është në këtë moment personi juaj i zemrës? Si është në këtë moment? Ju jeni një femër e fuqishme. Jeni një femër që mbroheni nga ky ëndër mbrojtës. E një femër e drejtë, e fuqishme dhe drejtë, që mbroheni nga ky ëndër mbrojtës. Ky person do t'ju qetësoj. Nuk është mirë, është në një gjendje të trishtuar, të humbur. Sepse pranë ka familjen e tij, pra ka shqetësime. Është i impenjuar në këtë familje, ka probleme, ka punë. Ty të shikon si kjo princesha me këtë dritën e universit në dorë, në këtë oazë të mrekullueshëm. Ky person do të sjellë një lajm të befasishëm, të papritur, që do të transformoj jetën tuaj. Ka shumë mendime. Është shumë i trishtuar, ka shumë mendime në kokën e tij, është i mërzitur në këtë hije peme, por gjithmonë mendon në mendjen e tij, në imagjinatën e tij, që të vi drejt teje. Dhe pse e ka të pamundur, sepse është i impenjuar në familjen e tij, ka probleme, është shumë i lënduar, i trishtuar, ka marrë lëndime të forta nga 3 persona të tij të afërm që e kanë lënduar jashtëmate në zemër, shumë i lënduar, lufton fort që ta përballojë këtë ndjenjë që ka, këtë trishtim, këtë mërzitje, këtë vuajtje shpirtërore, lufton fort, sepse ai është i dashuruar me ju. Ka një emocion, ka një pasion, ka një energji të fortë dhe dashuria juaj mbrohet nga ky ëngjëll mbrojtës në univers. Është një person pozitiv që gjithmonë të ka sjell pozitivitet, energji pozitive në jetën tuaj, por është një person që ka qenë gjithkohën i manipuluar nga njerëz jo të pastër. Është një person që është shumë pozitiv dhe do të ndihmojë, do të fillojë një kapitull të ri të jetës së tij nga zero, duke lënë pas gjërat jo të mira që i kanë ndodhur në jetën e tij dhe me kokën lart i vendosur në rrezet e tij të eci për të filluar një kapitull të ri nga zero me ju. Me kë rezonon kjo histori? Me kë gërm? Me gërmën 1, gërmën sh, gërmën r, gërmën s, l, k, z, e, v, m, i, n, b, d, z, t, zh. Dhe me shenjat e horoskopit mund të rezonojë me peshqit, me bricjapi, me akrepi, me ujori, me dashin, peshoren, me digjereshën, denin dhe luanin. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe, like
Dhe thank you një zemër Porsidios për t'ju sjell video sa më të bukura të mbushura me energji pozitive.